Okay. Të dashur qytetarë të komunës së Të Arcës, të dashur misafir, i nderuar kryetari i komunës së Të Arcës, zotri Nuhin Eziri, i nderuar zotri Albrim Hoxha, zëvendës ministër i bujqësisë, të dashur donator, mirë se vini në edicionin e 13 të ngjarjes Dita e Groshës. Почитувани граѓани на општина Те Арце, почитувани гости, почитуван градоначалник на општина Те Арце, господин Нухин Езiri, господине Албрим Хоџа, заменик министер за земјоделие, шумарство и водостопанство, почитувани донатори, добре дојдовте на 13-тото izdanje на manifestațiјата Ден на Градот. Değerli Terse Belediyesi vatandaşları, değerli misafirlerimiz, Terse Belediye Başkan Sayın Nuhin Eziri, Tarım Ormancılık ve Su Yönetimi Bakan Yardımcısı Sayın Albrim Hoxha, değerli bağışçılarımız, Fasulye Günü etkinliğinin 13.süne hoş geldiniz. Kjo traditë e bukur filloi në vitin 2010 me një ide të thjeshtë, përmes fasules, thesarit ton, autokton dhe të dallueshëm, të promovojmë kulturën, traditën dhe shpirtin e këtij rajoni. Sot 13 vjet më vonë mund të themi me krenari se Dita e Fasules është bërë simbol i ndërkulturalizmit, sipërmarrjes rurale dhe bujqësisë së qëndrueshme, por edhe një urë e vërtet midis njerëzive dhe kulturave në rajonin e Pollogut dhe Malit Shar. Ова убава традиција започна во 2010 година со една едноставна идеја. Преку гравот, нашето автохтоно и препознатливо богатство да ја промовираме културата, традицијата и духот на овој крај. Денес, 13 години подоцна, можеме со гордост да кажеме дека Ден на Гравот стана символ на интеркултурализмот, руралното предприемништво и одржливото земјоделство, но и вистински мост меѓу луѓето и културите во Полошкиот регион и на Шарпланина. Bu güzel gelenek 2010 yılında basit bir fikirle başladı. Bölgenin kültürünü, geleneklerini ve ruhunu yerel tanınmış hazinemiz, fasulye aracılığıyla tanıtmak da amacımız. Bugün 13 yıl sonra fasulye gününün kültürel rastlarını kırsal girişimciliğini sürdürebilir. Tarımın bir sembolü haline geldiği ve aynı zamanda Pollog bölgesi ve Sardağ'ındaki insanlar ve kültürler arasında gerçek bir köprü olduğunu gururla söyleyebiliriz. Për të na kujtuar rrugën që kanë gjekur kjo ngjarje, ftoj në skenë drejtorin ekzekutiv të Qendrës për Edukim dhe Zhvillim, zotri Metin Muharremi. За да не подсети на патот што го измина оваа манифестација, на сцената го покануваме извршниот директор на Центарот за edukasya и развој, господинот Metin Muharremi. Bu etkinliğin geldiği noktayı hatırlatmak için Eğitim ve Gelişim Merkezi Genel Müdürü Sayın Metin Muharremi'yi sahneye davet ediyoruz. Mirëdita të gjithëve, merhaba hepsine, dobar den do site. Vjen mirë që dikun pas 13 viteve së bashku shohim shumë fytyra dhe shumë komunitete në një hapësirë të ngushtë. Për fat keq, ideja e ngjarjes ka qenë që çdo ta bëjmë jashtë, mirë po për skemi që bëjmë ndaj natyrës. Znači, milo mi je što prvi put gledam toliko luѓe во едно место,
Идејата на настанот е секогаш настана да се случува надвор, но поради причини, мислам како што ги гледате, не ќе успееме тоа да го направиме, но сепак продолжуваме со традицијата. Праиндеруари крујатари комуна зотри Нухине Зири, индеруари министри бујци зотри Алприм Хоџа, të nderuar kandidat për kryetar komune, të nderuar të kooperativës Shari, misafir nga Kosova, misafir nga shoqata ekologjike maqedonase, misafir nga Korpusi i Paqes dhe shumë organizata tjera, drejtor shkollash dhe ato që janë më kyç pra nxënës, të cilët e zbukurojnë shumë ngjarjen, mirë se vini në edicionin e 13 të festivalit Dita e Groshës. Znači počitovan gradonačelnik na opština Tjarce, gospodin Nuhine Ziri, počitovan zamjenik ministar za zemljodelje Alprim Hođa, počitovani kandidati za gradonačelnici na opština Tjarce, počitovani direktori, učenici, počitovani od MED, Makedonsko ekološko društvo, od gosti od Kosovo, dobrodojdovte во 13-та едиција на Ден на Гравот. Unë nuk do të zgjas shumë, do i të përmendi vetëm 3 aspekte të ngjarjes. Значи јас нема да зборувам многу, бидејќи настано зборува, паси ngjarja флет shumë. Në fillim 2010-ën kur e kemi filluar ngjarjen, ka qenë dikun moti i njëjtë dhe qëllimi jon ka qenë të bëjmë diçka që këtë prodhim të cilën e prodhojnë bujqit ta ngrisim në një nivel më të lartë dhe në një farë mënyrë të bëjmë institucionet më të aftë që në ardhmëri të kujdesen për brendimin e groshës. Znači përveç ta ideja koga počnavme со настанот беше да се брендира денот на Гравот како производ што го слават сите. Dhe vetë pjesëmarrja e zëvendës ministrisë shpresoi që në një farë mënyrë në ardhmëri do të bëjnë më shumë hapa që ky prodhim, takimi me bujqësorët, bujqit, që ky program dhe të gjithë problemet me të cilët ballafaqohen bujqit të kenë në agjendën e tyre. Значи самото присуство на министерот би сакал во иднина овој настан да биде дел од нивната програма, но и да има таа цел што во почетокот ние имавме да се грижат за овој производ како што се грижат за многу други работи. Pra është aspekti interkulturor, pra Tearca njihet për multikulturalizmin dhe në një hapësirë të vogël tani kemi shumë komunitete dhe pa dallim pe nacionaliteti, komunitete kështu me radhë, secili do të ketë mundësi ta gjejë veten dhe të mburet me një prodhim i cili me të cilin ballafaqohet çdo ditë. Вториот аспект е интеркултурализмот. Значи настанот ги спои сите култури, самата културна програма ќе биде од сите националности и сите ќе бидат во едно место со тоа ќе ги слават тие што ни се работи слични додека различностите да не поделуваат. Edhe zhvillimi rural, duam me këtë ngjarje pasi e dim në vendet rurale ka shumë pak aktivitete kulturore. Kjo ngjarje në një farë mënyre bashkë me këto 20 vullnetar që i kemi këtu, duam që ta zhvillojmë, ta ngrisim në një nivel më të lartë zhvillimin e aktiviteteve kulturore, pasi si Tearc, si komunitet në zonat rurale kemi shumë pak kësaj aktivitete dhe kjo është një farë mënyre 13 vite ratazi e shpreh nevojën e realizimit të kësaj. I tretата последна сакаме да реализираме активности во рурални средини, бидејќи не постојат, знаеме, свесни се и тие 20 млади што ги имаме да понатаму да работиме со нив, да бидат активни во општеството. Ngjarjen si vetë mbështesin Komuna e Tearcës, Shoqata Ekologjike Maqedonace, kemi Bashkim Tursin, kemi CEAN kompani, një organizatë e cila vepron në rajonin tonë, kemi programin zvicran për zhvillim kulturor Civika dhe shpresojmë se në ardhmëri kjo mbështetje do jetë më e madhe edhe nga komuna edhe nga ministria. Значи настанот нема да биде можност без нашите партнери, општина Теарце, Македонско еколошко друштво од програмата Civika и други компании што се во регионот. Unë ju falenderoj dhe shpresoj të kaloni një moment shumë të mirë këtu dhe të kënaqemi dhe të shihemi në edicionin e 14 vitin e ardhshëm. Значи јас tani ju ви посакувам едно добри моменти овде поминати, да имате добро и да се видиме во 14-та едиција. Фалендерoj shumë dhe kalofshi sa më mirë. Mbështetja nga institucionet dhe donatorët nuk ka munguar kur. Jemi veçanërisht mirënjohës ndaj komunës së Tearcës.
e cila ka qenë partneri im besnik që nga fillimi. Tani me kënaqësi të madhe ftoj kryetarin e komunës së Të Arcës, zotri Nuhi Neziri. Поддршката од институциите и донаторите никогаш не изостана. Особено сме благодарни на општина Теарце, кој од самиот почеток е наш верен партнер. Сега, со големо задоволство, го покануваме градоначалникот на општина Теарце, господинот Nuhi Neziri. Kurumların ve bağışçıların desteği hiç eksik olmadı. Başımdan beri sadık olan Terse Belediyesi'ne özellikle minnettarız. Şimdi büyük bir memnuniyetle Terse Belediye Başkanı Sayın Nuhi Neziri konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Të dashur nxënës, pasi numri më të madh të tyre ju jeni prezent, të nderuar misafir nga Kosova, i nderuar zëvendës ministër, i nderuara shoqata kooperative Malit Shar, të nderuar bjeshkatar, të cilët po na begatoni këtë manifestim, të nderuar pjesëmarrës, zonja e zotëri. Ashtu siç tha vetë Metini, ky është edicion i radhës që bashkërisht kemi udhëtuar në këto 14-15 vite, bashkërisht për të kultivuar dhe për të kujtesur për këtë traditë tonën dhe për të njëjtën të përcjellim në brezat e ardhshëm. Një laramani pjesëmarrësish, e veçanërisht ata të rinj të cilët në hyrje të objektit të shkollës prezentonin të gjitha këto produkte bujqësore, është një fakt që kjo traditë do vazhdoj të kultivoj dhe të kujtesemi ashtu siç e cilësohet ose karakterizohet komuna jonë, që në përgjithësi është komunë bujqësore blegtorale. Këto veti, këto asete që i posedon komuna dhe rafshi Pollogut, mbeten ata të cilët bujqit fermerët tanë të kultivojnë, të rrisim dhe mbi të njëjtat ne të kujtesim edhe institucional, si nga komuna, besoj edhe nga ministria, që kjo të marrë një formë të brendit të ri, të mbrojtjes të njëjtit produkt dhe pse jo të shpërndarjes saj apo të prezantimit jashtë territorit komunës, jashtë vendit ton dhe region dhe më gjërë. Uroj që ky edicion të vazhdoj dhe kështu të gjejë mbështetje gjithmonë nga institucionet, për vetë faktin që ne mbetemi të përkushtuar jo vetëm në stimulimin, motivimin, ruajtjen e këtyre aseteve, por njëkohësisht dhënien edhe mbështetjen e fermerëve, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë kujdesen veçanërisht për këto produkte kaq me vlerë bujqësore. Ashtu siç e përmendi edhe Metini, komuna e Të Arcës është një komunë e cila përfshihet nga 3 breza. Është rafshi i Pollogut, është një fushë mjaft pjellore, është brezi i Banushëm dhe është Mali Shar. Pra duke të njëjtat këto regione ngritur dhe ruajtur, ashtu siç është shpallur Parku Nacional, ashtu siç jemi zonë mbrojtur për shkak të burimeve nëntoksore, burimeve ujore, i shtohen vlerat dhe asetet për të qenë më të përkushtuar për ruajtjen e të gjithë këtyre vlerave dhe njëkohësisht për t'i ngritur ata drejt qëllimit, pra për të pasur një kujdes dhe për të njëjtat vetë qytetarët të ndjejnë se kanë një pasuri të veçantë, ashtu siç është fasulja apo siç e përmendim ne është grosha. Ne me këtë ushqim jemi rritur, ne me këtë ushqim gjithë familjet tona e kanë pasur burim kryesor, jo vetë nga dija që çfarë posedon grosha, por nga pasuria që ata kanë pasur në dispozicionin e tyre, nga mundësi që tokat tona pjellore e kultivojnë dhe e sjellin me bollëk. Andaj, uroj të gjithë fermerët, ata të cilët në kohë të fundit e ndjejnë vështirësinë edhe nga pamundësia e ruajtjes së kësaj vlere, por
duke dashur që këto kapacitete të ruhemi, përkushtojmë dhe marrim përsipër institucionalisht që të mbështeten në vazhdimsi dhe kështu evente të jenë të rregullta dhe këto nëpërmjet këtyre aktiviteteve ne të ngrem dhe kujdesemi për vlerën që kanë këto asete bujqësore. Почитувани ученици, дами и господа, гости од Косово, заменик министерот за земјоделие, драги граѓани, денеска како 13-та едиција на овој ден се залагаме исто заедно со ЦЕТ и со другите институции да ја негуваме ова наша традиција која настојува дека како ден на гравот исто така да им даваме една силна порака на сите наши земјоделци, фермери, кои истите се залагат за да го негуваат и исто време да ја изработат ова култура. Ние сме измеѓу таквите асети и благодети, како од страна на Шарпланина, така и од Полошкиот регион, каде што истите благодети земјоделски или сточарски ги добиваме и веруваме дека со залагање на заедничките сили на сите нас, на фермерите, на земјоделците, на институциите, да го негуваме ова култура и исто така да се залагаме што повеќе да ја произведеме не само во нашиот регион, исто така тоа да се прошири и надвор од Република Македонија. Уште еднаш благодарам за вашето учество и уште ја збогатувате овој настан и исто време му давате значење на тоа што ние поседуваме, а верувам дека во блиска иднина истата ќе биде брендирана. Ju falemderit shumë për vëmendjen, paçi një ditë të mbarë dhe të suksesshme. Falemderit. Një hallkë e rëndësishme për mbështetjen e bujqve është bashkëpunimi me institucionet. Dhe në këtë drejtim, për ne është një nder i veçantë që sot është me ne zëvendës ministri i bujqësisë, Zotri Albrim Hoxha, të cilin e ftojmë të na drejtohet me disa fjalë. Важна алка за земјоделците е соработката со институциите, а во таа насока особена чест ни е што со нас е заменик министерот за земјоделство господин Albrim Hoxha, kога го покануваме да ни се обрати. Çiftçiler desteklemede önemli bir halka kurumlarla işbirliğidir ve bu bağlamada Tarım Bakan Yardımcısı Sayın Albrim Hoxha'yı aramızda görmekte onur duyuyoruz. Kendisini konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Përshëndetje për gjithë, zdravo za site. Para se të filloj, veç të abojmë dije se grosha është prodhimi bujqësor dhe ushqimor i preferuar i imi. Znači, pre da počnem, samo da vi kažem дека gravot je najomiljeniот zemjodelski i hramben proizvod za mene. Leoni Qenemërta, Ministrisë Bujqësisë, Plutarisë dhe ekonomisë së ujrave, të përshëndes organizatorin e këtij eventi, zotin Metin Muharremi, kryetarin e komunës të Artë, zotin Ui Gëziri, drejtorin e byros për zhvillim rajonal Daud Memishi, mysafir të nderuar, nxënës, mysafir nga Kosova dhe Shqipëria, fermer mbi të gjitha dhe prodhues vendor. Që është e vërteta, sot duhet të jem diku tjetër. Në agendën time kisha konfirmuar prezencën në rajonin e Prespës, ku sot gjithashtu është festivali mbjelljes së mollës. Dhe për hir të korrektësisë, ftesa e tyre kishte ardhur më herët, por momentin që zotri Metini solli ftesën ministri, më intrigoi titulli, Dita e Groshës, dhe kjo nuk munda t'i rezistoj. Danes trebаше да бидам во Ресен, каде што е исто така фестивалот на јаболкоберот на Преспанското јаболко и
таму требаше да учествувам, но кога ми дојде покана од Метимо Ареми, ме интригираше насловот Ден на гравот и затоа морав да бидам тука. Фестивалите тила нук јан ветам традит, por јан edhe një vlerë e gjallë që mund të shndërrohet edhe në zhvillim rural, por edhe një potencial shumë i madh për zhvillim të turizmit rural. Unë përgëzoj organizatorët, natyrisht është detyre jona që të mbështesim aktivitetet të tilla dhe të krijojmë kushte për zhvillim më të lehtë. Nuk do të flas shumë, por dua të shijoj ata që kanë përgatitur edhe fëmijët, por edhe ato grupi i vullnetarëve, ato pjatat prej metali më rikthejnë pas në fëmijërinë time dhe prandaj mezi pres të shijoj edhe këto produkte. Ta shijoj groshen e të arcës, edhe me vete do marr pet me grosh sot, se neve në struk të djelave zakonisht e kemi për përgatitim pet me grosh. Nakratko, samo nema mnogo da se zadržam, едва čekam da probam to što je podgotveno od gravot i pita so grav, bideći nije vo struga, неделата е денот каде што нашите мајки, сопруги прават пита со грав. Фала многу, пријатно. И фалемдерит шум да суксеси. Këtë vit, Dita e Fasules realizohet me mbështetjen e Civica Mobilitas, shoqatës ekologjike maqedonase, CEACON dhe Bashkim Turs. Le t'ju japim një duar trokitje dhe mirënjohje të madhe mbështetësve dhe sponsorëve të këtij viti. Оваа година Ден на гравот се реализира со поддршка од Civica Mobilitas, Македонското еколошко друштво МЕД, CEACON и Башким Турс. Да им оддадеме голем аплауз и благодарност на овогодинешните поддржувачи и спонзори. Bu yıl Fasulye Günü 2025, Civivca Mobilitas Makedonya Ekoloji Derneği MED CEACON ve Başkim Turs'un desteğiyle gerçekleştiriliyor. Bu yıl destekçilerimize ve sponsorlarımıza büyük bir alkış lütfen. Ky festival nuk do të ishte I mundur pa kontributin e madh të nxënësve dhe shkollave nga komuna e Teacës dhe zonat përreth, shoqërive kulturore, artistike dhe muzeut më të vogël në botë. Dëshirojmë të shprehim mirënjohjen tonë të madhe për nxënësit dhe mësuesit e shkollës fillore Naim Frashi Tetov, shkollës fillore Ismail Gjemali, shkollës fillore Shimce Nastovski dhe shkollës fillore Rilindja Selc. Ata përgatitën një shumëllojshmëri gatimesh tradicionale, disa prej të cilave do të ofrohen për degustacion falas, ndërsa shumica si biskota, ëmbëlsira dhe shumë specialitete të tjera do të jenë në dispozicion për shije. Ju inkurajojm të gjithëve të blini dhe kështu të mbështesim punën dhe kreativitetin e fëmijëve. Овој фестивал не би бил можен без огромниот придонес на учениците и училиштата од општина Терце и околината, културно-уметничките друштва и најмалиот музеј во светот. Голема благодарност упатуваме до учениците и професорите од Основното училиште Наум Фрашери Тетово, од Основното училиште Исмаил Кемаили, Основното училиште Симче Настовски и Основното училиште Рилиндја Селц. Тие со својата креативност и труд ја збогатија оваа манифестација, претворајќи ја во вистински празник на вкусовите. Подготвија разновидни традиционални јадења, од кои еден дел ќе биде понуден за бесплатна дегустација, додека поголемиот дел колачиња, сладки, гевреци и многу други специјалитети ќе бидат достапни за продажба. Ја охрабруваме сите да купите и на тој начин да ги поддржиме трудот и креативноста на децата.
Bu festival Terse Belediyesi ve çevresindeki okulların ve öğrencilerin kültür ve sanat toplulukları ve dünyanın en küçük müzesinin muazzam katkısı olmadan mümkün olmazdı. İlkokulu Kalkandelen'deki Naim Fraseri, İlkokulu İsmail Kemali, İlkokulu Simçe Nasovski, İlkokulu Rilindya Selçe, İlkokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine en derin şükranlarımızı sunmak isteriz. Bu etkinliği yaratıcılıkları ve özverili çalışmalarıyla zenginleştirecek bir lezzet şölene dönüştürdüler. Çeşitli geleneksel yemekler hazırladılar. Bunlardan bazıları ücretsiz tadım için sunulacak. Büyük çoğunluğu ise kurabiyeler, tatlılar, simitler ve diğer birçok sepet ve herkes satışa sunulacak. Hepinizi alışveriş yapmaya ve böylece çocukların özverili çalışmalarını ve yaratıcılıklarını desteklemeye davet ediyoruz. Tani është koha për faleminderime. Ftojmë drejtorin ekzekutiv të CET, Zotrin Metin Muharremi në skenë. Së pari faleminderojmë shoqatën kulturore artistike Jeni Hayat Tetov. Prvo, благодарност за KUT Jeni Hayat Tetov. Öncelikle Kalkandelen'deki Yeni Hayat Kültür ve Sanat Derneği'ne teşekkür ederiz. Pastaj faleminderojmë shoqatën kulturore artistike Kiril Peqinović Teatr. Потоа, благодарност за културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од театр. Daha sonra Kiril Peçinović Kültür ve Sanat Derneği'ne TRS'ye teşekkürler. Gjithashtu faleminderojmë shoqatën kulturore artistike Gjeladin Zeqiri. Исто така, благодарност за културно-уметничкото друштво Джеладин Зекир. Ayrıca Celaddin Zekiri Kültür ve Sanat Derneği'ne de teşekkür ederiz. Faleminderim të veçantë për ekspozitën e muzeut më të vogël në botë, ja dërgojmë zotri Simeos Latev Monte. Посебна благодарност за изложбата на најмалиот музеј во светот ја упатуваме кон господинот Симеон Златев Моне. Dünyanın en küçük müzesindeki sergi için özel teşekkürlerimizi Sayın Simeon Zlatev Mone'ye iletiyoruz. Dhe tani le të bëjmë një nder dy mjeshtërve që përgatitën vaktin më të shishëm për ne sot. Zotri Dobre Nikolovski dhe zotri Adem Haliti. А сега да им оддадеме признание на двајцата мајстори кои денес ни ја подготвија највкусната трпеза. Господинот Dobre Nikolovski и господинот Adem Haliti. Ve şimdi bugün bizim için en lezzetli yemeği hazırlayan iki ustaya takdir edelim. Sayın Dobre Nikolovski ve Sayın Adem Haliti. Па контрибутите на тюре кои ѓале на душе може. Значи без нивниот предонес настава нема да врши. Океј. Të nderuar misafirë. Të nderuar misafirë, është koha të shijojmë programin kulturor që ka përgatitur shoqëritë tona kulturore artistike. Në skenë fillimisht ftojmë shoqatën kulturore artistike Jeni Hayat, pastaj shoqatën kulturore artistike Gjeladin Zeqiri. Për arsye objektive, shoqata kulturore artistike Kiril Peqinović nuk do të mund të merr pjesë, por janë këtu së bashku me ne. Почитувани гости,
Време е да уживаме во културната програма што ја подготвија нашите културно-уметнички друштва. На сцената најпрво го покануваме културно-уметничкото друштво Јени Хајат, потоа културно-уметничкото друштво Џаладин Зеки. Поради објективни причини, културно-уметничкото друштво Кирил Печиновик го откажа својот настап, но сепак се тука со нас. Değerli konuklar, kültür ve sanat topluluklarımızın hazırladığı kültürel programının tadını çıkarmanın zamanı geldi. Önce Yeni Hayat Kültür ve Sanat Derneği'ni sahneye davet ediyoruz. Ardından Kiril Peşinoviç Kültür ve Sanat Derneği'ni ve son olarak Celalettin Zeceli Kültür ve Sanat Derneği sahne alacak. Gracias.